Vllaznia e futsallit përgatitet për javën e tretë të kampionatit ku do të ketë në këtyre sfidë Vllaznia Tirana, klasika e futsallit shqiptar. Me drejtorin sportiv Adel Xhaferi të futsallit shqiptar. Xhaferi, një atmosferë pozitive entuziaste në kampin që si pas fitores të thellë javën e parë, por dhe fitores në tavolinë për javën e dytë. Jeni me 6 pikë. Është vërtet, vetë këtë fundjavë kena pas një lutë me ekipin e Jatës. Jata marrë me Tiranë, por ato në momentin e fundit të tregën në kampionatin nuk I dinë motivet dhe djena është komunikuar edhe nga pjesë e stafit federat që ajo neshje e kena fituar në tavolinë 3-0 dhe kryesojmë me 6 pikë, 2 fitore mas nesh është Tirana që rrahej Vlonin ditën e djeshme 5-1 Tiranë. Pam dhe morëm disa sekuenca në fillimin e stërvitës ku fokusimi dhe përqendrimi është I gjithë tek klasikja Vllaznia Tirana. Tani çifti Tirana Vllaznia në futsal, po edhe në futbollin e madh prodhon spektakël, prodhon eufori për të dy skuadra, prodhon një luftë vërtet sportive. Losim me një ekip që ka fituar mi 7-8 vjet kampionatin e futsals dhe losim direkt me konkurrentin kryesor për fitimin e titullit, ashtu siç e kishim në vetë finalen me ta. Këtu këtë atmosfera, karikimi I skuadrës për të Çunet ja ku janë entuziast për më tepër kur losim me Tiranën të karikohen dy fishin e asaj që kanë në vetveten e tyre. Shpresojmë që të shkojnë mirë, por duhet me pa uroj që nesër të bëhen qytetin e Shkodrës, po kemi ndoshta pak problem sepse ditën e ejtë më duket pati sportit do të zëhet me një eveniment tjetër, nuk është gabuar me boksin, por përpresim përgjigje nga stafi I bashkisë nesër dhe vendosim se ku do ta bëjmë nesër. Zyrtarisht kalendari ka fiksuar Vllaznia Tirana për të lutur në Shkodër. Po, ne jemi pritës. Dhe nëse pallati është zënë në një vendari tjetër, mund të spostohet Tiranë me mirë kuptim. Me mirë kuptim mund të spostohet gjithmonë ne na pritës, edhe pse ne spostohemi në Tiranë dhe pastaj na mund të na kthehet neve si nerë, që nesër kur e kena Tiranë Vllaznia të losim në Shkodër. Ekipi thënë edhe në prononcimet e tjera të mëparshme, një Vllaznia që kërkon ta mbajë titullin kampion. Me patjetër që ne do na mu konfirmu. Është një luftë e madhe, është një garë e madhe, këtë vjet si Vlona si Tirana jam I bindur që hin me fitu këtë titull. Por shohim, ne po përgatitena, e kena marrë seriozisht, por fusha është ajo që do të tregojmë në fund të neshit, në fund të kampionatit. Po dhe është plot, ka ndonjë problem, ndonjë dëmtim? Me frakturë? Çardakun e kena me I frakturë në dorë, ka bërë një plasajt të vogël, por mendoj që do të rikuperohet shpejt. Po unë kam besim tek djemtë të tjerë që nuk do të lajnë vendin e tij bosh, do të japin një dorë që mos mundi dhe mungesa e tij, por ne shpresojmë që të bëhet sa më shpejt se kena nevojë për të. Është një djalë që pretendon me na dhënë një dorë shumë të madhe te ekipi jon. Për fitoren e klasikës, Vllaznia Tirana? Absolutisht po, se do në më konfirmu, por gjithmonë Tirana është I kocë I fortë. Shohim se si do të shkojnë. Shpresojmë për I fitore. Përpara se ta mbyllim Xhaferi një pyetje jashtë skuadrës tuaj, por që ka të bëjë me futsallin shqiptare. Këtë ditë është grumbulluar ekipi kombëtar I futsallit së Shqipërisë për një aktivitet të rëndësishëm ndërkombëtar. Në listën e grumbullimit tekniku të Resuli nuk shikojmë asnjë pjesëtar të ekipit të Vllaznisë kampione. Duhet kishte një përfaqësues nga Vllaznia kampione apo Tirana në kampione, se edhe nga Tirana nuk dallon. Unë falenderoj jashtëmosit për pyetjen, sepse kjo pyetje do një përgjigje jo vetëm nga ato që bëjnë që thrasin lojtarët për kombëtare, por do një përgjigje edhe nga pjesëtarët e federatës që mbulojnë seksionin e futsallit. Thonë këtë gjë, mu mbje njerëz zakonisht keq, sepse këto janë disa evenimente ku ne, ose federata më mirë me thonë, mundet që me I dha një ngjyrë tjetër kampionatit shqiptar, që do të thotë, nëse nuk thret një lojtar që është kampion, qoftë edhe ti mundesh mos ta përfshi në titullat e ekipit, por në pjesën e atyre që mund të rrinë në shtall, që janë pjesë aty e kombëtarëve të Vllaznisë, është një nerv qoftë për kampionatin shqiptar dhe tregon që këtu funksionon, është kampionati shqiptar. Por unë kur hina pava listën, u mrekullova sepse them drejtën unë nuk njohta asnjëri. Por megjithatë unë me ton respektin që janë për ato lojtarë që ato I kanë thirrë, me ton respektin që kam për ato që drejtojnë kombëtarin e Shqipërisë, unë I uroj aty në suksese sa më të mëdha, por do të kisha thënë që
nuk është në të mirën e futsal shqiptare që mos teti thirrën një, pse jo, unë kam qefë dhe ma shumë se një lojtar të ekipit kampion, qoftë edhe në kampion që atjana, por pse jo edhe nga flamurtari. Sepse në këtë mënyrë ti mundesh edhe me promovu dhe mundesh me tregu që shive po ece te kjo disiplinë, mundesh me ardh edhe te kombëtarja ku mundesh me përfaqësu ngjyrat e kombëtarës. Megjithatë këto kanë marrë këtë vendim, unë i respektoj dhe ecim parë. Ju fatë të drejtë promovohet e futsalla shqiptare, por posaçërisht promovohen dhe motivohen edhe vetë sportistët. Po atjetër. Se do të kenë thirrje nga për të dumulluar një motiv dhe një motiv më për vazhdimsinë. Gat të thësh shumë bukur. Ti në hapet e futsallit neve na kanë njek shumë shpesh. Jeni në ato të pak dhe na falenderojmë për këtë gjë. Dhe duke na njek ti ekipa që është ne shumë kena vështirësinë për çumjen e parë të kampionatit, qoftë për mungesat të ekipeve, qoftë për jo seriozitet të disa ekipeve ku regjistrohen të rriqen, dhe ti shtojmë edhe këtë pjesë, është sikur të bëjmë diçka hajt sa më bë. Unë pretendoj dhe mendoj që do të ishte shumë mirë që një lojtar pa citu emra, se i kena këtu mas pinsteme, me kanë pjesë kombëtare, sepse ma beso do të ishte diçka shumë e mirë, një ma shumë e mirë që jepet futsal shqiptare. Por ka është edhe herë, aty një jashtëzakonisht suksese, shpresoj që të shkojnë mirë, për ma te batërën për eliminore për kampionatin evropian. Nuk është një vendim ndërsido, por megjithatë kështu kanë menu. Dhe shpresoj të ardhmen ketë edhe ndonjë korrigjim dhe një hapësirë më shumë, do ta kjo intervistë mos të shërbej edhe si mesazh apo në sim për drejtuesit e kombëtarëve. Shpresoj. Shiko, me dash me mëll këtë gjë, unë nuk kisha thënë këtë gjë. Mund edhe mos t'i thrashin lojtar. Okej, jam keqësisht do të s'ka problem. Por të paktën një farë serioziteti me drejtuesit e ekipit, qoftë me presidentin, qoftë me mua. Dëgjoni, shifni, kena vendosur këtë vit me e bakë kështu, okej, nuk ka problem. Por të kaloj një grumullim ekipit kombëtar futsal, ku ke kampionat shqiptar dhe nuk ke si pjesëtar të kampionat shqiptar, unë nuk e di se sa serioze është kjo gjë. Megjithatë, unë e respektoj vendimin e tyre.